E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi këtë herë për të folur për një dashuri. Siç duket, momentet e para ndër atë organin e famshëm të Big Brotherit po realizohen. Dhe jo nga Edi dhe Dolce, që le të themi zyrtarisht uh, dolën si çifti Big Brotherit, por realizohen nga Toni dhe Benita. Toni dhe Benita, siç duket, kanë një lloj pëlqyeshmërie për njëri tjetrin. Edhe pse gjatë kohës kur kamerat ishin të fokusuara te krevati i Benitës edhe i Tonit, sepse ato më tash kanë filluar që të ndajnë krevatin bashkë të dy, Benita i thonte Tonit mos bëj lëvizje të tilla, sepse do të keq interpretohen jashtë. Por që Toni ishte sipër Benitës, këtë nuk e diskutojnë fare. Do me thënë, ndoshta, puthja e parë mes këtij çifti është dhënë ndër organ, jo më shumë se sa një puthje. E shikoj nga ana e Benitës që ka pëlqyeshmëri për Tonin, por mundohet që ta provokon edhe Klodin. Do me thënë, i thot edhe Klodit që ti kishe shprehur pëlqim për mua, ti dëshiron të jesh me mua, ndoshta Benitës i pëlqen më së shumti Klodi si mashkull dhe ja tërheq vëmendjen. Por në anën tjetër Benita po e ndan shtratin me Tonin. Tani këtu kemi dy pika. Ose Benita dëshiron që ta përdorën për strategji loje, këtë formën që do me thënë ti provokon meshkujt edhe të merr mendimin e tyre për marrëdhëniet e saj, ose Benita nuk ka pëlqim për Tonin, edhe derisa nuk ka arritur më shumë se sa një puthje, sepse nuk mundet njëri mua të më bind që mbrëm nuk është dhënë puthja, sepse ishte i organi sipër, e bënin lëvizje që nuk besoj që ka patur diçka më shumë, po puthje po se po. Do me thënë në këtë pjesën e parë, dhe në anën tjetër kemi në këtë rast Klodin, i cili ka shprehur një lloj pëlqyeshmërie, por do me thënë, ne dim shumë bukur që Klodi është i lidhur jashtë dhe e dashura e tij ka treguar për marrëdhënie, dhe Klodi si mund të lidhet kur e dashura e tij del flet publikisht, ëh? Do me thënë, duket pak kontradiktore si gjë. Unë mendoj që Klodi e ka bërë këtë të gjithën për shaka dhe nuk ma merr mendja që Klodi do ndërtojë një lidhje dashurie brenda shtëpisë së Big Brotherit. Do me thënë, mbetet që Benita dhe Toni të jenë çifti i parë. Dua të marr mendimin tuaj, sipas jush, deri ku kanë arritur Benita dhe Toni mbrëm?